Përshëndetje. Përderisa fushata zgjedhore po intensifikohet, vëmendja e qytetarëve të Fushë Kosovës është përqendruar te kandidatët që synojnë të udhëheqin komunën për 4 vitet e ardhshme. E në mesin e tyre është edhe Besnik Osmani, nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ai synon t'i ofrojë qytetarëve një model të ri qeverisje, më të afërt, më transparente dhe më të orientuar drejt zhvillimit të qëndrueshëm, me një plan konkret për përmirësimin e infrastrukturës, arsimit, shërbimeve publike dhe jetës së përditshme në komunë. E Osmani kërkon besimin e qytetarëve për të sjellë një frym të re në udhëheqje. E sot e kemi të ftuar për të ndarë më shumë rreth vizionit të tij, prioriteteve kryesore dhe mesazhit që ka për qytetarët e Fushë Kosovës. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjet. Kush është Besnik Osmani dhe cili është vizioni juaj për Fushë Kosovën nëse fitoni mandatin? Realisht, jeta ime është kryesisht orientuar në institucionet publike. Është gëshëtuar pashtu me përgatitjen profesionale që i takon në politika publike dhe administratës publike. Unë kam filluar në thesarin e Kosovës atë botë në Autoritetin Qendror Fiskal, tashmë Ministria e Financave. Kam punuar për 5 vite aty në sektor të ndryshëm në politikat fiskale, në politikat e zhvillimeve buxhetore dhe në politikat e shpenzimeve. Pastaj nga viti 2005 deri në 2016 jam zgjedhur 5 herë radhazi si sekretar i përgjithshëm në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal. Në fund në 2016 me propozimin e presidentit Jaga e me shumicën e votave të Parlamentit të Kosovës jam zgjedhur auditori i përgjithshëm, një mandat që kam përfunduar me sukses. Pastaj kam punuar kryesisht me organizata ndërkombëtare, kam punuar me agjencionin për zhvillim Zitran, kam punuar me USAID-in në pozita të ndryshme edhe këshillonëse dhe menaxheriale për të përfunduar pastaj si nënkryetar i komunës së Fushë Kosovës në këto 2 vitet e fundit. Përndryshe për nga shkollimi kam qenë bursist i State Departamentit Amerikan, kam përfunduar magjistraturën për politika publike në Rochester dhe tani vazhdoj studimet e doktoraturës në SLN për administratë publike. Një background i gjerë dhe për t'u admiruar, por cilat janë 3 prioritetet kryesore nëse do ta fitoni kryetarin e Fushë Kosovës për 100 ditët e para? Realisht nga metodologjia ime punës nuk punoj një nga një, do thotë punoj me plan strategjik afatgjatë duke përkthyer në plane aksionale dhe në plane veprimi. Do të jetë që nga dita e parë fillime për të punuar realizimin e programit zgjedhor që kemi. Natyrisht disa punë do të përfundojnë më shpejt, disa më gjatë varet nga mallësia e projektit dhe kanë kompleksiteti. Po ajo që është më urgjente për momentin është në qytetin e Fushë Kosovës, që do të krijojmë një qasje të re në rrugën 9 Tereza, një rrethotullim i ri, në mënyrë që ta ndihmojë mobilitetin e qytetit, nëse mund të themi njëra nga prioritetet, dhe një rrugë tjetër e cila do të kalojë për skaj hekurudhëse do ta lidh me kryeqytetin. Po në ditët e para do të filloj punën me qendrën e re të kulturës, qendrën multifunksionale që në program është 6 milionere, sepse do të kërkoj një kohë më gjatë për zbatimin e saj. Pra janë prioritete që zgjidhin probleme më urgjente të qytetarëve, po të njëjtin kohë edhe adresojnë nevojat më afatgjate siç janë institucionet e kulturës edhe të shkencës. Por cili është dallimi juaj nga kundër kandidatët tjerë në këtë garë? Realisht unë gjatë gjithë fushatës besoj në asnjë rast nuk kam folur për kandidatët e tjerë, kam ndjek modelin tim të fushatës edhe programin tim zgjedhor dhe ekipin tim, super ekipin do të shkëlqyshëm të kandidatëve për asamble komunale, por nëse mund ta bëj një përjashtim sot, atëherë ne dallojmë le të themi me kilometra në kuptim të përvojës edhe përgatitjes për të udhëhequr me komunën e Fushë Kosovës. Derisa në bartë mas vete rreth 30 vite përvoj pune në administratë publike, në politika publike, e veçanërisht në veçërisjen lokale dhe në financat publike, kandidatët e tjerë ende do ta bëjnë ditën e parë të përvojës së punës në këtë sektor. Zotëri Osmani, tha që
një nga prioritetet e para nëse fitoni mandatin për kryetar është rreth rrotullimit dhe një rrugë tjetër, por çfarë planifikoni më shumë për infrastrukturën rrugore në këtë komunë? Në qytet do të kemi nevojë që të vazhdojmë investimet publike edhe në rrugë të reja, edhe në mërmetim të rrugëve ekzistuese, edhe në trotuare, edhe në fushën e ambientit, edhe në parqe të vogla që do të bëhen. Derisa në fshatra kemi situatën më mirë, do të kemi nevojë që të bëjmë edhe një rrugë të re që lidh një fshat po Mësotimin me bregun e Henqës, sepse do të shkarkojë nevojën për 4 fshatra, nuk kanë nevojë që të shkojnë të një rrotullim tjetër për çdo ditë që shtojnë nga 8 kilometra rrugë. Do të është pjesa e infrastrukturës, sa i përket infrastrukturës publike. Pjesa tjetër është ne kemi nevojë që të kemi edhe 3 shkolla të reja dhe 3 qerë të reja të parapomët me programin zgjedhor. Për shkak të ripopullimit. Për shkak të ardhjeve të vazhdueshme shtimit jo natyror të popullsisë që kemi në Fushë Kosovë, po vinë qytetarë që zgjedhin për të jetuar, po vinë biznese për të ushtruar vëmendarinë e tyre ekonomike, dhe natyrisht kjo sjell edhe familjet e tyre dhe fëmijët e tyre dhe kemi nevojë që të bëjmë shkolla të reja. Prafërsisht historia Fushë Kosovës është në çdo vit një shkollë e re. E qartë. Po si do ta përballoni problemin e mbeturinave dhe pastërtisë në qytet, si dhe në fshat? Realisht situata në fshatra apo grumbullimi i mbeturinave derë me derë, siç e quajmë, është në gjendje relativisht të qëndrueshme edhe të mirë. Situatën pak më të keqe kemi pas në qytetin e Fushë Kosovës për shkak të intensitetit e veçmas kur vinë mërgëmtarët tanë edhe kur dyfishohet numri i popullsisë në qytet. Dihet që grumbullimin e mbeturinave bën ndërmarrja regionale pastrimi, e cila 2-3 vitet e fundit është ballafaqur edhe me probleme teknike edhe me probleme financiare dhe kjo ka prodhuar një efekt negativ edhe tek ne në qytet. Unë kam të qartë se si do ta zgjidhni, kam bën një premtim publik, po e them edhe sot këtu, që brenda 6 muaje qyteti i Fushë Kosovës do të jetë qyteti më i pastër në Republikën e Kosovës, sepse një mirë mundësitë ligjore, rrugët edhe se si ne do të mund të ecim përpara në bashkëpunim me sektorin privat në mënyrë që ta bëjmë një kombinim midis ndërmarrjes pastrimi edhe sektorit privat që qyteti jonë të jetë i pastër. Folët për shkollat, thatë që në planin tuaj janë edhe 3 shkolla të reja, po për qerdhe, ka nevojë Fushë Kosova? Po, Fushë Kosova, qyteti ka nevojë për qerdhe, kemi 3 qerdhe të reja të cilat do të bëjmë në Fushë Kosovë, që do të shtonë, kemi një qerdhe të re që do të bëhet në Miradit e Epërmi, një qerdhe të re që do të bëhet në Slatin të Madhe, një qerdhe që do të bëhet në Bartë e Madh, dhe do të adaptohet objekti qendra mjekësore familjare që më nuk e përdorëm në Grabovç, do të përkthehet, do të transformohet në një qerdhe të vogël për banorët e Grabovcit. Kështu që investimet e mia në qerdhe publike do të jenë të vazhdueshme për mandatin që vjen, sepse i gjithë programi zgjedhor mbështetet sot në 3 premisa kryesore. Do të para ka të bëjë me moshurit, e dyta ka të bëjë me gratë dhe e treta ka të bëjë me rinin. Prandaj këto që po i diskutojmë janë ndikime direkte në cilësinë e jetës së tyre. Pa më rëndoni për një grua, për një sheftri që ka nevojë të që ti ketë kujdesin, ta ketë qerdhen afër aty ku jeton, dhe kjo është ndër prioritetet e mia. Si do ta mbështesni rinin, veçanërisht në aspektin e punësimit dhe aktiviteteve kulturore? Ne kemi dhënë programit tonë zgjedhor, kemi adresuar disa çështje që unë mendoj se janë shumë të rëndësishme. E para, rinia është shumë e fokusuar në zhvillimet teknologjike dhe të inovacionit, megjithatë janë shumë të kushtueshme për të marrë le të themi me këtë veprimtari, qoftë për qëllime studimi, qoftë për qëllime pune, dhe ne kemi paraparë që të ndërtojmë qendrën inovative, do të jetë afër qytetit në Vragoli, vetëm 3 kilometra në periferi, 3-4 kilometra në periferi të qytetit. Do të jetë një qendër moderne e pajisur me teknologji të mjaftueshme, gratis për të gjithë të rinjtë e reja që dëshirojnë të merren me këtë veprimtari, dhe një pjesë e saj do t'i kushtohet trajnimeve për themelimin e startupeve të reja. Këtë pjesë pastaj e kemi lidh me subvencionimin e startupeve të reja, veçanërisht për femrat që dëshirojnë të merren me biznes, dhe elementi i dytë është që nxënësit që kemi të shkollat e mesme do të lidhë me praktikën me sektorin privat që do të kompenzohen bashkarisht nga sektori privat edhe nga komuna përmes subvencionimit, në mënyrë që dijen e tyre shkollore që e marrin teorike ta përkthejnë përmes praksës, po përmes praktikës
për periudhat të caktuara kohore. Një çështje tjetër që është shumë e rëndësishme për rinin, ne edhe kështu kemi dhënë shumë bursa, do të janë diku rreth 800 bursa që kemi dhënë vetëm këtë vit për të rit, por programi më shkon për tej, ne kemi garantu bursë për 1.000 eurove për secilin student nga komuna e Fushkosovës që ka notën mesatare mbi 9 dhe kemi garantuar bursë të shkallës së dytë, shkallën B gjysmë në saj shume për çdo student që e kryen vitin akademik pa vonesa, pa marrë parasysh notën e tyre, sepse kemi sektor të ndryshëm dhe disiplina të ndryshme të cilat disa janë më komplekse e disa janë më të lehta për të arritur të themi ta nota të pragu minimal nga nota 9. Po ashtu, në programin ton për të rit ne kemi një pjesë tjetër shumë të rëndësishme, janë të gjitha garat ndërkombëtare që bën në fushën e shkencës, të artit, të kulturës, të sportit do të mbulohen përmes subvencionimit të komunës, sepse kemi shumë tri dhe treja që po e sfidojnë veten në gara ndërkombëtare dhe kjo na jep një mundësi shumë të mirë. Edhe ta promovojnë komunën e Fushkosovës së Kosovën, po të njëjtin kohë të riton të marrin në përvojë ndërkombëtare që janë shumë të rëndësishme. Po çfarë masa do të merrni për të nxitur investime dhe për të hapur vende të reja të punës? Unë e përmenda një pjesë të startupave që është, pjesa tjetër është faktikisht unë do të jek një politikë shumë liberale, që dha tashmë është një lloj trashëgimie që marr nga kalura, nga komuna e Fushkosovës, mënyrë që të joshim sektorin privat dhe investitorët, jo vetëm kosovar, por edhe ndërkombëtar të investojnë në komunën tonë. Pozita e Fushkosovës është shumë e rëndësishme, pozita gjeografike, ne jemi në, le të themi aty kemi stacionin kryesor të trenit i cili me investimet e Bashkimit Evropian është një linjë ndërkombëtare dhe nacionale, jemi në dyert të aeroportit ndërkombëtar, Adem Jashari, jemi brenda territorit tonë janë 2 kryqëzimet kryesore të 2 autostrada dhe jemi porta e kryeqytetit. Dhe kjo pozitë do të maksimalizohet për të sjellë sa më shumë investime, për të sjellë sa më shumë ekonomi dhe përmes këtij procesi natyrisht që ne do të stimulojmë edhe punësime. Kemi qenë dikon rreth komuna 30, tash jemi komuna e 6 me zhvillimin në sektorin privat, do ta mbajmë këtë tempo edhe do ta çojmë përtej. Kjo bëhet përmes politikave lokale në komunë. Taksa do të jenë zero për të gjithë investorët, sa i përket taksave komunale, do të ketë një zyre të veçantë e cila do të shërbej vetëm sektorit të investimeve në komunën e Fushkosovës në mënyrë që të shkurtohet koha administrative dhe trajtimi i rasteve dhe kërkesave në komunë, në mënyrë që pritjet jenë sa më të vogla edhe investitorët të mbeten tek ne dhe të rriten tek ne. Zotëri Osmani, a planifikoni zona të reja industriale ose komerciale për tërheqjet e investitorëve, me që siç thatë jeni një pikë referuese në Kosovë, duke i përmendur gjitha këto qendra që keni afër, domethënë stacione urodor, atë ajror, por edhe rrugor. Unë kam vizitu djenje nga qendrat, nga zonat industriale që kemi në fshatin Miradia për me. Aty janë dikon për pak kohë do të jenë dikon rreth 1.000 të punësuar, sepse çdo ditë bizneset po shtohen në këtë zonë. Aty janë investuar dikon rreth 40 milionë dhe janë dikon mbi 60 biznese që po shtrojnë aktivitetin e tyre. Është një zonë e cila ka marrë dinamikën e vet, edhe po shkan shumë mirë. Në krahun e djathtë të kësaj zone, në anën tjetër të Emnashit, kemi fillu me përgatitje dhe kemi bizneset e para që kanë filluar të shtrojnë kapitalinë e tyre. Po flasim për biznese qindra milionë euro të cilat eksportojnë shumë produkte, jo do të jashtë vendit përveç që furnizojnë të tregun tonë kosovar, me planin e ri zhvillimor që kemi miratuar në kuvendje komunal, edhe kjo zonë do të marrë atributet e organizuara të zonës industriale. Thotë faktikisht zona e Bresës, dalja në mes Vragolisë dhe Miradisë e Epërme, është një kompleks shumë i mirë sepse është pikërisht te pikat neurologjike, ekonomike për të cilat unë fola më herët. Pjesa tjetër janë zonat e vogla, janë të fshatrave që po zhvillohen gradualisht. Ne do të kryejmë kushte dhe ekonomia gjen shtratin e vet, gjen rrugën e vet edhe ecë përpara. E kam një pyetje pak që faktikisht çdo komunë duhet ta bëj deklaratën e saj sa i përket transparencës. Pra si do të kujdesini ju që komuna juaj të jetë transparente për publikun? Unë jam një person i cili kam fitu shumë çmime dhe ndërkombëtare për transparencën, edhe opinioni kosovar, kur e lojmë këtë fushat në elektorale me një për të tillë,
edhe nga mediat edhe nga institucionet publike. Po a përmendi vetëm një shembull, sa kam qenë auditor i përgjithshëm në zyra kombëtare e auditimet për transparencën e llogaridhënien e publikut për llogaritës institucione me kredibil në Ballkanin Perëndimor i pari, sot janë faktikisht çmime që arrin ndërkombëtarit. Kthehemi te komuna me programin zgjedhor. Ne kemi para pa proceset e digitalizimit të proceseve brenda administratës komunale, të cilat lejojnë qasje thotë edhe për qytetarët që të shohin trajtimin e gjitha landeve të tyre, mund t'i përcjellin nga shtëpitë e tyre. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë, si në kryetar komune kam inauguru një projekt shumë të rëndësishëm me ndihmën e USAID-s në proceset e përgatitjes së planifikimit të buxhetit, kur buxheti bëhet me pjesëmarrjen e publikut dhe me votën e tyre. Thotë identifikohen nevojat, ndërsa qytetarët votojnë se cilat janë prioritetet e tyre në lagje, në fshat apo në nivele tjera. Natyrisht përveç projekte strategjike që komuna ka obligim sepse prekun edhe interesa nacionale, do të kryen siç fola për rreth rrotullimit. Thotë kjo është pjesa e tretë që besoj që është më e rëndësishme. Publiku kosovar do të ketë në dispozicion çdo dokument të prodhuar në komunën e Fushkosovës e cila nuk është ndaluar me ligj. Do të përveç atyre që janë të ndaluar me ligj, dokumentacioni tjetër do të jetë i çastshëm në dispozicion të publikut që nga dita e parë e imja si në kryetare komunës javën e ardhshme. Vendimarrja. Si do t'i përfshini apo do t'i kyçni qytetarët në vendimarrje? Ky është procesi për të cilën më fola pak, për proceset buxhetore, por ne kemi procese tjera të rëndësishme ku publiku duhet kyçet. Për shembull, çështja e lokacionit të varrezave, që do të jetë me pjesëmarrje të publikut, kur publiku thotë diskuton dhe vendos bashkërisht me komunën në lokacione që janë të mundshme, se ku është e rëndësishme të bëhet, do thotë le të themi lokacione për vendosjen e varrezave. Pastaj ne kemi projekte të tjera të cilat kemi nevojë ta pyesim shumë publikun. Për shembull, ka qenë vendosja e lokacionit për fabrikën për trajtimin e mbeturinave edhe të kanalizimit fekal edhe atmosferik që është vendosur në Lismer. Është një donacion shumë i madh i Bashkimit Evropian, po paraprakisht janë pyetur thotë edhe qytetarët, janë bë vizita, komuna ka organizuar vizita që të shkojnë edhe të shohin rastet e tilla në qytetet e tjera dhe në vendet e tjera, në mënyrë që të sigurohemi që kur i njëjti projekt replikohet në komunën tonë, nëse do të ketë erë, nëse do të ketë ndotje, nëse do të ketë ndikim thotë negativ në mjedis, pra ka shumë procese të rëndësishme në veçërisjen lokale që pjesëmarrja e publikut është vendimtare. Tani duhet të kuptojmë edhe për diçka tjetër, jo gjithmonë publiku ka mendimin e një njëjtë për një çështje, janë mendime të ndara, edhe për çështje më të vogla ka debate, si normalisht, e veçanërisht për njerëzit në Ballkan bëjmë më shumë debate. Po ka debate, ka dhe frydhënie. Po ka dhe frydhënie dhe do të kemi kujdes që gjithmonë interesi i publikut dhe interesi i komunës të jetë në rendin e parë. Zoti Osmani, ju e keni dhe një përmbledhje të programit tuaj qeverisës 2026-2029, edhe qytetarët kanë mundësi që ta kenë në duart e tyre për ta shfletuar, lexuar për këto pak ditë që kanë mbetur para ditës së diel, e cila edhe pak vjen 12 tetori, që të gjithë qytetarët japin verdiktin e tyre final se ku duan t'ia japin votën. Pra ne të konkretisht po flasim për komunën e Fushkosovës. Unë ju falenderoj shumë, nëse s'keni ndonjë mesazh për qytetarët për dhënë për fond. Po ajo që dua të them është që këtë program qeverisës që kemi publikuar shumë herë dhe tashmë ka një kohë që qytetarët e kanë në dorë, mund ta gjejnë kudo në formën thotë e prodhuar, po në njëjtin kohë të shkruar thotë kanë barkod i cili dhe gjendet në shumë pika kudo në komunën e Fushkosovës për ta skenuar dhe për ta pasur në telefonin e tyre, sepse kjo është kontrata ime me qytetarët e komunës së Fushkosovës. Shumë bukur e kontrata juaj me qytetarët e Kosovës dhe unë do të ndihem përgjegjës e do të jem përgjegjës e do të realizoj si kryetari i komunës të gjitha që i kam thënë këtu. Janë 55 milion euro investime, 31 milion euro investime në qytet, 25 milion euro investime në fshatra, pa llogaritur subvencionet edhe pjesën tjetër të aktiviteteve të shumta që të bëhen komunën tonë.
Gjosmani, ju falenderoj shumë për prezencën dhe për gjitha informatat që ju a dhatë qytetarëve dhe shikuesës Telegrafit. Faleminderit se juve për Ju urojmë mundësinë. suksese. Faleminderit shumë. Shikues nderuar, ishte kjo intervista me kandidatin për kryetar të komunës së Fushë Kosovës, Besnik Osmani nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Takojmë në intervista tjera. Mirëmbëjtje.